Para diku rreth një ore, ndoshta pak më shumë se një ore, kemi pranu edhe një raport nga kompania CETIS në Sloveni, i cili raport është i detajuar për të gjitha komunat për fletvotime që i kam printuar dhe në atë raport i saktësojnë gabimet në të gjitha dengjet që janë të fletvotimeve të printuara, ku rezulton që në këto dengje janë diku votat e fundit, apo 2 votat e fundit që kam pas numrat të vendvotimeve të ndryshme, apo edhe të ndonjë qendre tjetër, por edhe disa prej tyre të zbrasta. Është shumë e rëndësishme që këtë raport, komisioni që është propozuar me rekomandim të trajtoj në përputhje me fletvotimet në kutit e votimit që gjenden tani të mbyllura, dhe për Mitrovicë dhe për Gjakov. Do thëtë sekretariati, duke bazë profesionalizmit tëne, përvojës tëre që e kanë, dhe në bazë të këtij raportit të vlerësoj të gjitha këto fletvotime se a janë të sakta. Ata i kanë jep edhe numrin e sakt që ka ndodhur gabimet, por që me gjithat në nevojitet me ta vlerësojmë dhe të verifikojmë këtë nga kutit e votime. Ky raport është preliminar natyrisht dhe e njëjta do të shërbej edhe për përgjigje në PZAP lidhur me ankesën e parashtruar. Kemi thënë edhe më herët se gabimet teknike nuk cënojnë integritetin e votës, por që lidhur me këtë do të japim një konstatim pas vlerësimit të komisionit dhe të cili është propozuar me rekomandim. Ka arë për të gjitha komunat, por raporti ka jep për shumicën e komunave që ka ndodhur gabimet, por unë nuk e kam pa, ashtu më është nga sekretariati, po këtë do ta vlerësoj sekretariati do të në punën e tyre që do ta bëjmë sonte, nesër dhe do ta përmbledhin me një raport. Raporti nuk është vetëm për PZAP-n, po na nevojitet edhe neve si KQZ me ditë se çka ka ndodhur dhe çka ka në komision në kutit e votimit. Pas gjykatës supreme gjithë analizat dhe gjithë. Në rregull, PZAP-ja i ka detyrat e saj, ata kanë kërkuar një përgjigje nga ne jemi të obliguar që përgjigjen me jap sa më sakt që është e mundur dhe më drejt sa është e mundur. Për komuna tjera, edhe në rekomandim, kur e kanë shkruar rekomandimin, e kanë theksuar që për komuna tjera do të merren mostra, se a ka qenë një trend i njëjtë i gabimeve në printim. Është paraqitur rasti në ditën për Gjakov është paraqitur rasti nga këshillat e vendvotimeve ditën e votimit, ndërsa për Mitrovicë është paraqitur në mbrëmje dhe pastaj ka vazhduar edhe ditën e nesërme. Andaj për këto dyja i kemi informacionet, ndërsa për komunat tjera duhet të shikojmë mostrat, se ka ndodhur edhe është edhe pjesë e rekomandimit. Ndërsa sa i përket praktikës për PZAP-n që po thirreni, raporti nuk është për PZAP-n. Raporti është pikë së pari për ne. Së dyti është për prokurorinë, për shkak se kjo çështje në mbrëmjen e së mërkurës është hapur në prokurori, edhe raporti duhet të jetë i detajuar për ne, për prokurorinë, po që do të shërbejë edhe për PZAP-n. Se PZAP-ja e ka mundësinë vetë për me ardhë me ulëmtu, por ne do ta përgatisim këtë raport për ne. Ndërsa sa për numrin e këtyre ne nuk mund të konstatojmë numrin e gjithëve pa u hap kutitë e votimit. E kemi një pasqyrë nga që thashë kemi pranu para rreth një ore, që edhe unë nuk e kam pa, sa më ka njoftu është vetëm një Excel, dokument Excel me të gjitha informacionet, por këto sekretariati do t'i shikon edhe në fund do t'i bën publike edhe për publikun,
se kjo ka interes publiku me ditë për raportin, se është çështje publike. Andaj, unë mendoj që ky komision duhet ta kryejë këtë punë duke filluar nga nata e sëndme.